إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona të shofshin për Allahun krijuesin absolut. Paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin shembullin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtarë, në flitet dhe i kushtohet rëndësi dhe besimtarët me vëmendje të madhe dëgjojnë kur flitet për ndodhinë e Isras dhe Mirajit. Dhe ndrohet roli dhe fokusohen më tepër tek storia se si ka ndodhur, ndërsa nuk fokusohen të nxjerrin mesazhin më madhështor që ka buruar nga kjo ngjarje. Obligimin më të shtrenjtë, obligimin më të madh, farzin e Allahut Azza wa Jall, i dërguari alayhi salam e kishte marrur në një vend ku nuk ishte pasur mundësi të hyjë dikush tjetër nga krijesat e tjera. Pra as melek, as pejgamber më parë nuk ishte shkelur në vendin ku kishte hyrë pejgamberi alayhi salam për të pasur pastaj kontakt të drejtë për drejtë me Allahun e lartësuar, pra mbi shtat qiej në Sidratul Muntaha. Aty ishte takuar me Allahun dhe Allahu i kishte dhënë kumtimin se ti dhe ummeti yt do të keni obligim një adhurim të quajtur as-salat, pra namazi. Në fillim Allahu Azza wa Jalla bëri obligim për ummetin ton 50 namaze. Pra 24 orë ne i kemi në ditë dhe natë. Nëse këto 50 namaze do t'i zbërthenim në minuta, atëherë do t'i binte që çdo 28 minuta na nga një farz e kemi pas për Zotin me fal. Kështu do të ishte shumë e vështirë që ne të jemi të kujdesshëm ndaj këtij adhurimi. Dhe kur e mori kët obligim i dërguari alayhi salam nga Zoti atje lart po zbret tek poshtë, qiellin e 6 e takon Musa alayhi salam, të dërguarin e Allahut të zgjedhur, dhe i tregon se Allahu e kishte bërë obligim 50 namaze për ummetin tim. Musa alayhi salam i thot: "Kthehu tek Zoti dhe kërko lehtësim, për shkak se unë popullin tim e kam testuar. S'kan me mujt mi bë ball 50 namaze. Ktheu tek Zoti dhe kërko për m'ia lehtësu." Kthehet i dërguari alayhi salam kështu disa herë me radhë, dhe sa herë që shkonte tek Zoti dhe kthehej tek Musa alayhi salam, kthehej përsëri, i hiqeshin nga 5 namaze derisa erdhi në 5 namaze. Dhe kur Musa alayhi salam i tha përsëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muhammedit, kthehu dhe kërko edhe një herë lehtësim pak më shumë, tha turprohem nga Zoti se shumë na ka lehtësuar. Megjithë këtë 5 namaze sa prej çtyve që jemi në xhami i falem. Megjithë këtë lehtësim nga ana e Allahut Azza wa Jall, pak përsëri gjejmë se i rrin gati këtij adhurimi dhe 5 kohë namazit ju dukun që ja marrin krejt 24 orë. Ndërsa nëse i falim vetëm farzet që i kemi obligim, farzet që falim me imam, nuk marrin gjatë natës dhe ditës më tepër se 24 minuta. 24 orë Allahu t'i ka dhënë ty pasuri dhe ti nuk i gjen për Zotin ton 24 orë, 24 minuta, atëherë kjo tregon se nuk jemi në nivelin e kuptimit të drejtë të këtij adhurimi. Pra kur e fal ti një namaz xhumë sikur se kjo sot, i bjen sa 10 xhumë që i ke fal.
Kur e fal një drekë, vjen sa 10 herë me fal një drekë, shpërblehesh tek Zoti. Për shkak se Allahu ka thonë, ky lehtësim të cilën unë po ju jap, to obligueshmëria fillestare 50 namaze. Thot po ja lehtësoj në kryerje ju t'i keni 5, mirë po shpërblimin do ta keni për ato 5 sa mi fal 50 namaze. Imagjinoni çfarë shpërblimi i madh. Imagjinoni çfarë shpërblimi i madh. Të nderuar besimtarë, është e udhës që me kuptu se cili është prioriteti jot në këtë jetë. Dhe për çka mos i ti mbyllsh syt, edhe të shohim në varr dhe çka është tek Zoti, dhe të ringjallësh më pas, cila do të jetë pyetja e parë që Zoti do më bë. A ke pas zemrën e bardhë apo jo? A i ke bë keq dikujt apo jo? A je ka një mirë me prind, a je ka një mirë me familjen, a je ka një mirë me koshi? Nuk janë këto pyetje që kanë më të bëj fillestare, nuk është pyetja e parë, asnjëna prej tyre. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati as-salat. Thot pejgamberi alayhis salam, çështja e parë për të cilën do të pyetet robi ditën e gjykimit, po sa të delin tek Allahu azza wa jall për të dhënë llogari, do të jetë puna e namazit. Nëse namazin e ka fal, pra ai ka këtë tek drejka, ikindia, akşam, yacia, sabahu, kredi ka të falura. Atëherë çështjet e cilat do vinë më pas, gabime, lëshimet e cilat i ka më pas, Allahu do ta shikoj këtë njeri me një sy pak më tjetër. Po te namazi doli mangësi e madhe. Atëherë çështjet e tij vetëm do të vinë duke u tollovit. Dhe Allahu nuk do ta shikoj këtë njeri me syrin e rahmetit. Dhe është shumë e vështirë kjo gjendje dhe është guxim i madh me shku tek Zoti pa namaz. Të nderuar besimtar, na kthehemi dhe analizojmë pak jetën tonë. Dikush si prind i ri, të cilin Allahu azza wa jalla ka begatuar me një fëmijë. Pra fëmia i tij i parë, pa marrë parasysh a është djalë apo vajzë. Dhe i lind bashkëshortja e tij. Në momentin e parë që ka kontaktin e parë me fëmijën e vet, çka bëjmë na musliman më së pari? Çështja e parë për të cilën na duhet me tregu se ne jemi musliman dhe ky fëmijë është bi e muslimanit, çështja e parë që duhet me bën na ia thirr ezanin e veshin e djathtë. Çka ka në ezan? Është fjala hayya ala s-salah. Eja në namaz. Kuna jena të i thonë eja në namaz. Këti fëmijë që as nuk është i obliguar, as nuk e kupton ato që po themi, qëllimi është që me i tregu se që to fokusi i jetës besimtarit. Me njoft që ti dëshmë kon i lidhur në të ardhmen tënde me këtë adhurim. Pa këtë adhurim, sikurse nuk ekziston edhe feja. Dhe me të drejtë dietarët e kanë trajtuar ata i cili nuk falet se a mbetet hala mbrana rrethit islamit apo jo. Veç që ky trajtim është bëll me na trishtuar dhe mos me shtin njëri vetën që me ta bë muhabetin dietar se është ky njeri akoma në islam apo jo. Pastaj kur të rritet ky fëmijë pak, ta bëj moshën 7 vjeçare. Ne fillojmë ta këshillojmë, fillojmë ta marrim në xhami, fillojmë ta mësojmë namazin. Kur ti bën 10 vjet dhe s'po falet, qortohet pak më ashpër. Dhe ky kur të në fazën e pubertetit, në moshën 13-14 vjet, momentos kemi çka flasim se kjo është i gatshëm. Pra veç vazhdon me i kry urdhat e Zotit dhe me fal namazin. Kërrej kur e mbylli minutat e fundit u dal prej kësaj dynjaje. Çka kena me bëna gjëjen e fundit përpara se me mlu me dhej? Një njeri kena me fal namazin e xhenazës. Pra imagjinoni, niset me namaz, përfundon me namaz jeta e besimtarit. Minutat e para të kësaj jete do t'i flitet për namaz, minutat e fundit të kësaj jete do t'i mbyllen me namaz. Çka të kallëzon sa është i rëndësishëm ky adhurim dhe sa duhet me i nejtën besimtari gati kësaj çështje. Unë përmes kësaj hutbe e lut Allahun azza wa jall që nga kjo të reflektojmë si besimtar. Nuk është turp që edhe je duke e bën një mëkat, po edhe fillon mu fal. Shumicën dërmuese që i neutralizon shejtani është që kjo bindje. Që thotë unë nuk po bëjmë janis mu fal, se edhe mu fal, edhe me bëçet mëkat nuk shkon, jo shkon. Pse shkon? Arsyeja është se këta e ki obligim dhe për çdo namaz që ti ki me dhënë llogari para Zotit. Dhe po llogaria ka më kanë shumë
shumë e mpret, shumë e vështirë ka më kanë para Zotit. Ndërsa nëse je duke e bën një mëkat, ti do të japësh llogari për çat mëkat që e bën. Mirë po për namazin, kur delsh para Zotit, këtu e ke një plus. Andaj mos të mashtroj shejtani se unë nuk jam gati për më fal. Ti je gati. Secili që vim në xhami ka një tmet e kena. Secili veç e veç tu janis prej vetes e të tjerëve. Sado që jemi fetar, e kemi një tmet që e kena mes vetes dhe Allahut. Mirë po që ajo e met nuk gëzë me thonë ty që s'jeti meritori miran se ishtë Allahut. Për kondrazi, qatë met mundesh me përmisu përmes namazit. Nuk është turp me arë në xhami dhe me marë fletën A4 të dera atje edhe mu falë me letër. Nuk është turp. Nuk është turp me arë pranë hoxhës, pranë dikuj që mu falën, qysh të bajnë krejt që shto dhe ti me ba. Me rëndësia është ti me reflektu, me tregu që o Zot, unë jam robi yt dhe pranoj që ftyrën pjesën më të shtrajtimen me e qitën në sejdë për hatër tonë. Që ta e dënë Allahu Azza wa Jall. Dhe në moment që ti e kryen këtë adhurim, dije se do të shpërblehesh tek Allahu pa mas. E lut Allahun që na bëj prej atyre që i dëgjojnë fjalët dhe pastaj i pasojnë ato, duke e marrën këshillën dhe pastaj ai këshill të shndrohet në dobi dhe në praktikim dhe nuk dojmë diçka tjetër përveç se përmirësimin, këshillimin për hir të Allahut, për shkak se atë që duam për vete e duam edhe për ju. Allahu wa mansume këtu këtë gjë. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.